7 korrik. Tundimi i Jozefit. Dhe Jozefi ishte i bukur nga forma dhe kishte një pamje tërheqëse. Pas gjithë këtyre gjërave, gruaja e zotërisë së tij ja vuri syrin Jozefit dhe i tha: "Bjere fli me mua." Por ai e refuzoi. Zanafilla 39, 6 deri në 8. Tundimi është një joshje drejt së keqes ose drejt mëkatit. Të gjithë janë përballur me të, madje edhe vetë Zoti Jezus. Prandaj, në vetvete, tundimi nuk është mëkat. Është reagimi ynë ndaj tij që na çon ose në shtigjet e drejtësisë, ose poshtë në rërat thithëse të mosbindjes. Veprimet e gruas së Potifarit tregojnë se si shprehet tundimi. Së pari, qasja e saj ishte graduale. Ajo filloi ta shikonte ndryshe Jozefin në mendjen e saj. Sytë janë porta drejt shpirtit ton, si dhe shtegu përmes të cilit vijnë shumë tundime. Një zemër epshore fillon me sytë që soditin gjatë. Duke qenë se sytë ja kishin zënë shpirtin në grack, ajo e humbi çdo nocion modestie. Si mund të arrinte ajo në një ftesë kaq të hapur për tradhti bashkëshortore? Përgjigja është se duke qartë që ajo po e ushqente epshin në nivelin e imagjinatës së saj, gjë që me siguri do t'i rrit mundësitë që ne ta bëjmë atë për të cilën kemi qenë duke menduar. Mëkati është gjithmonë gati për të shpërthyer në çast, i shtyr nga dëshira të verbra, të furishme dhe pothuajse, edhe pse asnjëherë plotësisht të papërmbajtshme. Vjen një pikë kur kemi shkuar aq larg në shtegun e mendjes sonë, saqë gjithçka që na nevojitet është vetëm rasti, dhe kështu sa po vjen rasti, ndodh edhe mëkati i jashtëm. Ju dhe unë mund të mësojmë nga veprimet e gabuara të gruas së Potifarit. Nuk ka dyshim se ajo që ju i lejoni sytë tuaj të shikojnë dhe mendjen tuaj të mendoj gjatë, herët avon, do të ndikojnë në mënyrën se si veproni. Tundimet dhe dëshirat që ata zgjojnë brenda nesh, ose do të ushqehen, ose do të luftohen. A jemi gati për ta bërë rob çdo mendim për bindje ndaj Krishtit? 2 Korintasve 10:5, në vend që të ushqejmë epshin apo mëkatet e tjera? A jemi të gatshëm për të hyrë me një sy në mbretërinë e Perëndis? Marku 9:47. Apo mos vallë jeta e përjetshme nuk ja vlen për të paguar një çmim të tillë? Me çfarë tundimesh përballen sytë dhe mendja jote sot? Edhe pse secili prej tyre është një ftesë e rrezikshme për mëkat, këtu na ofrohet edhe një mundësi për të zgjedhur bindjen. Lutu për urtësi dhe guxim, që ti dallosh ato çaste, dhe reagon ndaj atyre tundimeve në një mënyrë që të udhëheq në shtigjet e drejtësisë.